Korça është gati të çelë sezonin veror në një nga ngjarjet më të dashura të qytetit dhe jo vetëm, Festivali Ndërkombëtar të Karnavalet. Edicioni 19 i eventit madhështor rikthen ngjyrat, personazhet dhe atmosferën e rrallë të përvitshme më datë 6 qershor. Drejtoresha e marrëdhënieve me publikun dhe publikimeve në Bashkinë Korç, Lorena Saro, ndau detaje nga programi që duket do të jetë i shumëllojshëm dhe ka shumë për t'u ofruar publikut. Më 6 qershor Korça është gati të çelë sezonin veror me një nga ngjarjet më të dashura të qytetit, Festivali Ndërkombëtar të Karnavalit. Gjatë gjithë ditës rrugët dhe sheshet e Korçës do të vishen me ngjyra, muzikë dhe atmosferë festive. Festa do të vazhdojë më tej në pazarin e vjetër me karnaval party, muzikë live, DJ dhe një atmosferë që do të zjas deri në orët e vona. Kulmi i festës do të jetë parada madhështore e orës 19 që do të nisë nga lëndina e lotëve dhe do të përshkojë rrugët kryesorë të qytetit. Festa do të vazhdojë më tej në pazarin e vjetër me karnaval party, muzikë live, DJ dhe një atmosferë që do të zjas deri në orët e vona. Në këtë edicion të 19 festës i bashkohen dhe plot miq nga Greqia, Rumania, Serbia, Polonia, por dhe shumë arbëresh. Karnavalet janë vetëm fillimi i një vere të jashtëzakonshme në Korçë, një verë plot ngjarje, emocione dhe net që mbahen mend me Korça Motor Rock Festival, Lumina Electronic Festival, Korça Beer Fest, Korça Streamings dhe shumë evente të tjera që tërheqin mijëra vizitorë dhe turistë nga Shqipëria dhe më gjerë, duke e kthyer padyshim dhe këtë vit Korçën në një nga destinacionet më tërheqëse të sezonit veror.